Ju shpërblev para përmbylljes së këtij emisioni, do t'ju përgjigjeni pyetjes së fundit. Nëse më një shok timin thotë vëjmë bas për ndonjë punë, a lejohet kjo për shembull në një lojë futbolli në mes vete apo në mes të ekipeve që luajnë? Në rand të parë, basti në përgjithësi, pavarësisht është në futboll apo në diçka tjetër, është ndaluar sipas parimeve të Islamit, për arsye se kjo bastet hyn në kuadër të bigjozit, e që bigjozi bashkë me alkoolin të ndaluar në ajetin kuranor që thotë e jo ledhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun, që thotë ju që keni besuar me të vërtetë, domethënë alkooli, domethënë bigjozi, idhujt dhe hedhja shigjetës për fall janë vepra të dyta të shejtanit, largoni prej tyre mënyrë që të shpëtoni. Kjo na bën me dije se çdo lloj bastit, pavarësisht a bëhet për futboll, se këtu pyetjen e cek për futboll, apo bëhet edhe për diçka tjetër, është ndaluar rrepsisht dhe nuk lejohet, sepse besimtari nuk bazohet në lojrat e fatit ose në qarkullimin e fatit në farforme si besojnë disa njerëz, por bazohet në punë dhe mbështetet në Allahun xhaleshan që të jap suksesin e asaj domthonë në punën e tij. Sa për këtë lojës së futbollit që e mori shembull, tu mund të flasë pak edhe për këto bastoret sportive që kanë të bëjnë me futboll po dhe me sporte të tjera. Edhe kjo është padyshim e ndaluar. Flasë për këtë me që për arsye se është bën një dukuri e madhe që është përhap në shoqërinë tonë. Është një dukuri e keqe, një dukuri mund të them vlerësh që është negative, dhe që njerëzit janë dhënë shumë pas kësaj dukurie. Dhe duhet t'u bëjmë me dije se edhe këto bastore të ndryshme sportive janë të ndaluara rrepsisht haram. Me faktin se në këto vende t'u bëhen mjete pa arsye, domthonë. Ata që i dhon ato mjete, ato nuk përfitojnë kurrë. Po dhe ata që fitojnë nga këto mjete, fitojnë pa djers, pa punë, jo nga dija e tyre, por nga fati. Kjo lojrat e fatit në Islam dije se janë të ndaluara. Pastaj, se për këtë futbollit, edhe pse për shembull ne mundna me ditë aftësitë e lojtarëve në fushë, ne prapse nuk guxojmë me parashikues se do të jetë rezultati i lojës ky ose ai, se është parashikimi i ndaluar. Saqë edhe vetë trajneri i ekipit nuk guxon, edhe pse një lojtarët e vet nuk mund me dhon pa ndonjë parashikim se ky do të jetë rezultati përfundimtar, sepse nuk i dihet se topi është i rrumbullakt, edhe ato sa ne mund të ndodhin domon befasina të ndryshme që janë bazuar më shumë në fat, në hamendje e jo në diçka që është reale me argumente ose e bazuar. E as më tepër kur dihet se në këto pastore të ndryshme ose këto janë bërë tash është bërë komercializimi i lojrave, ku shpesh herë kur disën edhe lojët vetëm me pas përfitime nga pastoret, domthon këta pronarët e pastoreve, nga ata që vënë bastet e tyre në këto. Po ashtu mund të themi se kjo është një dukuri negative për arsye se tregon edhe nivelin e ulët të njerëzve. Se në aspektin domon kulturor, në aspektin e imanit, në aspektin e përgatitjes, ku njerëzit nuk kanë me çka të mirë, nuk kanë ndonjë perspektivë në jetën e tyre dhe mirë domon mundohen ta gjejnë veten përmes lojrave të fatit, në mes të tyre edhe tek pastorët, që kjo është një dukuri negative. E kjo tregon edhe një shmangje nga besimi islam, se po të kishin njerëzit një besim më të bindshëm te Zoti, nuk kishin me hap derën asnjë pastore, edhe nuk kishte me mbijetu asnjë pastore ndonjë domon në rajon.